Ish presidenti e Kosovës Vjosa Osmani e përfundoi mandatin e saj në krye të shtetit më 4 prill 2026, duke përmbyllur mandatin 5 vjeçar. Gjatë 5 viteve të fundit, Vjosa Osmani shpesh u lavdërua për punën, por edhe më shpesh u kritikua nga aktorë të ndryshëm politik. Ajo derisa ushtronte rolin e presidentes, pranë vetes kishte edhe 10 këshilltar dhe bashkëpunëtor, që bashkë me Osmanin pan shumë vende të botës, dhe ato me paratë të shtetit të mbledhura nga taksat e qytetarëve. Në kuadër të punëve të shtetit që ishin lobimi për Kosovën, Osmani organizoi gjithë këto vizita, e që vetëm gjatë 2025-s i kushtuan shtetit afro gjysmë milioni euro. Vetëm për udhëtime zyrtare jashtë vendit dhe akomodime gjatë këtyre udhëtimeve, Osmani dhe stafi i saj, prej 34 personash, i kanë shpenzuar buxhetit të shtetit plot 449.371 euro. Saktësisht, sipas të dhënave që ka siguruar Lajmi.net, përmes qasjes në dokumente publike, presidentja Vjosa Osmani ka shpenzuar 296.332 euro vetëm për bileta avionit të klasit ekonomik për 34 persona, që do të thotë Vjosa Osmanin dhe stafin e saj. Përveç biletave të avionit, stafit të presidencës i duhej edhe akomodimi. Gjatë periudhës janar-dhjetor 2025, presidenca ka shpenzuar plot 198.000 euro për akomodim për 34 personat që udhëtuan në 65 udhëtime gjithsej. Shumë shtrenjtë i kushtuan shtetit edhe drekat e darkat zyrtare që u organizuan nga presidenca e Kosovës. Vetëm gjatë vitit 2025, 101.600 euro i pagoi presidentja e Kosovës dhe stafi i saj për ushqime e pije në dreka e darka të ndryshme. Për të shkuar në këto dreka e darka e kudo tjetër, presidenca e Kosovës i kishte në dispozicion 11 vetura, bashkë me përcjelljen e mbrojtjes së afërte që ishin në numër të shumtë policësh. E këto vetura normalisht që duheshin mbushur vazhdimisht me derivate që të lëviznin nga Prishtina në Gjilan, anasjelltase në vende të ndryshme, brenda dhe jashtë Kosovës. E për krejt këto lëvizje me automjetet të presidentes Osmani, buxhetit i kushtuan hiç më pak se 17.273 euro. Këto shpenzime marramendse të presidencës së Osmanit me ekip janë pjesë e buxhetit të shtetit të vitit 2025, saktësisht 4.2 milion eurove që u ndan për presidencën. Përveç Osmanit dhe stafit të saj të shumë në numër, nga presidenca gjatë vitit 2025 u paguan edhe 17.291 euro për biletat të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit, për administratën, ish presidentet e Kosovës dhe Këshillin Konsultativ për Komunitete. Këta gjithashtu shpenzuan edhe 67.876 euro në akomodime gjatë udhëtimeve zyrtare jashtë vendit, 19.000 euro për karburanci dhe 34.184 euro të tjera. Gjithsej gjatë 2025-s, këta zyrtar kanë shpenzuar 138.703 euro. Në organizime protokollare, presidenca e Kosovës gjatë 2025-s i kishte shpenzuar plot 39.000 euro. Këto shpenzime që paguhen nga buxheti i shtetit janë marramendse. Osmani shumë shpesh është kritikuar edhe për luksin që e ka krijuar në jetën e saj dhe pasurinë e madhe. Në deklarimin e pasurisë të vitit 2025, Osmani ka deklaruar prona të paluajshme në pronësitë të saj dhe bashkëshortit të saj rreth 1 milion euro. Ajo ka deklaruar banesë në vlerë rreth 60.000 euro në pronësi të bashkëshortit, garazh në vlerë rreth 6.000 euro në pronësi të Prindon Sadriut, shtëpi në Australi me vlerë 170.000 euro në pronësi të bashkëshortit, tokë në vlerë 35.000 euro në pronësi të saj, banim në vlerë 208.000 euro në pronësi të përbashkët dhe pronë tjetër në Australi me vlerë 510.000 euro në pronësi të bashkëshortit.